mendoj që Kurti nuk e propozon Zonjën Osmani për presidente, pavarësisht se kjo është ka bën betejën e vet në forma tjera, edhe lobimin. Nuk e propozon se s'ka nevojë për ta ma. Çapi duhet ma Vjosa Osmani Albin Kurtit. Ai fitoi vet 51 e më shumë %. Edhe nuk I duhet ma. Tash ai don vet me I kriju me qeverisë vendin. Është në ankth Zonja Osmani, në ndroj. Zonja Osmani e ka kuptu. Po ai po vërehet se e ka kuptu këtë farë pune. Edhe sigurisht tash ai e bën planet e veta. I bën planet e veta qysh me vepru tutje. Ai dikon I ka një 7-8 deputet në kuadër të listës Guzo. E praktisja atë, nuk është më me listën Guzo. Po s'pedi, po presidente është. Edhe pse me njërin nga kryetarët e saj, zotin Faton Peci, duket se Zonja Osmani ka raporte të mira. I ka mirë mbajtur këto raporte. Po nuk ka veç me Vjosa Osmani, me Faton Pecin, po me të disa tjerë mrena aty. Tash sa kalojnë anën e saj, është çështje tjetër. Po ata nuk kanë kuptim ata deputet aty. Vjosa Osmani shihni përsëri në politikë, po nuk u zgjat presidente. Ajo po thotë se po, tash sa ku me pas sukses nuk e di. Në anën tjetër Lidhja Demokratike e Kosovës në një farë forme nuk po e do më mbrana. Këto përqamet që kanë filluar tash për leadership të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani janë pikërisht për shkak të raporteve dhe të lumeret të Abdixhikut me Vjosa Osmanin. Edhe se shoh se diçka në karakteri me rëndësi. Qa mundet me bëhet tash nëse nuk propozohet? Nëse ajo ka ndikimin e influencën dhe që ata deputet e Guzo, mundet me shkaktu problem Kurtit prap në zgjedhjen e presidentit. Shkak se tërhiqet me votat e veta, ose krijon grup parlamentar. Mundet edhe me kriju grup parlamentar. Kontrollon deputetët e listës Guzo, Zonja Osmani thu. Po them nëse, se unë po besoj që hala ka një farë ndikimi të ta, se në fundit ata si duan Kurtit, nështë ata shimam pak e dikur edhe si ka... Nëse Kurti sillet ndaj Zonjës Osmani në këtë mënyrë duke mos i dhënë përkraje, deputetët e listës Guzo thonë të nesërmen edhe ndaj nesh do të sillet njësoj. Absolutisht. Po, absolutisht edhe sillet. Edhe sillen në qatë formë. Po u pa kjo farë lloj dallimi u pa edhe me të Faton Peci, atje domethënë asnjë person të lëvizjes vendos gjithë njerëz vetë edhe pse shmora unë vesh, tash sa në sakta nuk e di 100%, po edhe pse ka pas kërkesë për lëvizjes vendosur për disa pozicione me vendos njerëz të VV-s, ky si ka vendos njerëz të vet. Njerëz të Guzo. Shihet një farë lloj rivaliteti. Fërkimi ashtu. Rivaliteti mes tyre. E mendoj që kjo mundet me ndodhë edhe në kuvend.